Istaghfiru rabbakum, kërkoni falje Zotit juve. Kjo është krejt rezumeja pse kena ardhur në dunja. Andaj thot Abdurrahman ibn Rajab al-Hanbali, dietari madh i muslimanëve. Çfarë thot? Thot ka pas prej muslimanëve të parë, çat shumë kanë bëj istighfar, sa që i ka një këtë jetën e vet. Sa ka bëj istighfar? Ka transmetuar me emrat prej disa prej tyre, të cilët prej se kanë hyrë mbylik e deri ka mosha 50-60 i ka marrë gjuna. Njani për tyre i ka marrë gjuna të veta, edhe i ka ndalë 36 gjunahe. 36 gjunahe. Njani thot pineve, mduket edhe unë që ti pari, pak ma pak, s'ka problem, po vazhdon ngjarja. 36 gjunahe. Për çdo gjuna çka e ka bë, i ka lip Allahut istighfar 100.000 herë. Për çdo gjuna. E tash ti çish dush, bana hesapin. Për çdo gjuna çka e ka bë, 100.000 herë i ka thënë Allahut astaghfirullah. Për çdo gjuna çka e ka bë, i ka fal 2 rekate namaz. Apo dhe në ta ka lexu hatme. Apo ka bë hatme dhe ka ardhur transmetim ka 1.000 herë. Ka 1.000 rekate për çdo gjuna. Edhe në fund i kanë thënë, ti sigurisht ta fal Allahi mo. Ka thonë, ja vallahi, unë nuk jam i sigurt nga goditja e Zotit, se ran mi ba Allah i gjuna, o shumë ran mi ba Allah u gjelalu gjuna. Andaj, shiko ata njerëz 100.000 herë. Ebu Hurajra radhiyallahu an e kishte marrë një litar, edhe e kishte bon nije 4.000 nije për ditë bante istighfar. Pse? Dhe kush është Ebu Hurajra? Dërsa Omar ibn Khattabi çfarë bante? Shkonte në xhami, edhe shkonte ku janë të lujt fëmit, i këshirte fëmit ku janë të lujt, edhe i ndalte edhe i thonte, thuni, o Allah fale Omerin. Kur e pyet njerëz pse pi thu fëmijëve, thotë se këto s'kan gjuna, ndoshta Allah ja fal, ja pranon duaja. Dorsa na ku kanë kemi lut. Sa ka pas pidietarëve që kanë thonë kështu, sikur që ka ardhur nga Bekr el-Muzani, ka thonë vallahi, si shkan turp njani pineve, sikur që del fukaraja dhe e zgat dorën, edhe thot a ka mundësi me mnimu diçka, vallahi si shkan turp njani pineve, me dalë rrugëve dhe më tha njerëzve, a ka mundësi vlla me bëj istighfar për mua? A ka mundësi vlla me lut Allahu me ma fal mua gjunajin? Krejt kjo çfarë argumenton se kërkimi i falës Allahu është shumë i madh. E lutem Allahun Allah ti fal gjunat tona. E lutem Allahun Allahu mëkatet tona ti mbulon. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu na ban për atyre të cilat Allahu xhel xhelalu wal mustaghfir.